Xhamat, dijeni se kush është njoftuar me fjalën La ilaha illallah dhe është bind kësaj fjale se nuk ka të adhuruar në merit posa Allahut, ai me këtë fjalë shpëton, duke u bazuar hadithit e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E transmeton Uthman ibn Affani, Allahu qoftë i kënaqur me të, e shënon Muslimi, Allahu e mëshiron, عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. تدطب عثمان بن عفان الله تشوفتي كناشر متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر كشدس dhe din me bindje se nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut, hyn në xhennet. Prandaj, dije se kjo fjalë është shpëtuese, por shpëtuese është për atë që e din, që njoftohet me këtë fjalë. Prandaj, çdo besimtar, çdo musliman duhet të njoftohet me këtë fjalë, duhet ta njohë mirë dhe ta dije, ta merë këtë fjalë seriozisht. Ashtu si që Allahu Gjelleshanu në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, atëherë dije se nuk ka të adhuruar tjetër të drejtë pos Allahut. Të kesh njohuri dhe të kësaj, ta din këtë fjalë para veprës, të njoftohesh me fjalën se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut. Pa e njoftuar këtë fjalë nuk ka xhennet. Po e mësove këtë fjalë, po unë njoftove me këtë fjalë, atëherë jeta jote, ahireti yt është në siguri. Prandaj dietarët e sunetit thënë se imani është të besuarit me zemër, të shqiptuarit me gjuhë dhe të vepruarit me gjymtyrë. Imani, besimi shtohet me vepra të mira, me adhurime, dhe paksohet apo dobësohet me mëkate. Prandaj, me fjalën La ilaha illallah e ruan imanin. Nëse njoftohesh me fjalën se nuk ka të adhuruar tjetër të drejtë posa Allahut, nëse e njoftu me këtë fjalë, e ruan imanin. Po nëse e ruajte imanin me këtë fjalë, i ke siguruar dy gjëra, e ke siguruar dynjan me fjalën La ilaha illallah, e sigurove ahiretin me fjalën La ilaha illallah. Prandaj, sigurimi i dynjas është, sipas hadithit të Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, hadithin e shënon Buhariu, Allahu e mëshiron, thot an Enes, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, hadithi është i gjatë, por qëllimi është që të tregojmë se çka do të thotë kur të harron ti imanin me fjalën La ilaha illallah, kur e shqiptove dhe çka duhet pasaj të bën. Thot, idha shahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa sallu salatana wa istaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad hurima alayna dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Që do të thotë, nëse jo besimtarët, nëse njerëzit dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër posa Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, fillojnë me falin namazin
si që falin i ne. Kthehen ka kibja, andej ka ne kthehemi. E hanë, thekjen, ushqimin tënë, në ndalohet neve, gjaku i tyre dhe malli i tyre, pos me hapun dhe islamit dhe llogaria e tyre është tek Allahu. Kjo do të tregon se muslimani duhet të ketë kujdes tek tjerët. Duhet të ketë kujdes tek njeri, mos ta nxjerrë me një herë për imanin. Mos t'ia thot fjalën e fundit të parë, por duhet të ketë kujdes.